Qeveria do t'i dëmshpërblej qytetarët që pësuan dëme nga stuhia e fuqishme, deklaroi sot kryeministri Kristian Mickoski. Sipas drejtorisë për punë hidrometeorologjike, era që goditi Shkupin, Shtipin dhe Strumicën më 21 korrik ishte intensitet uragani. Kryeministri informoi se komunat e prekura nga Moti Lig po formojnë komisione të cilat do të dalin në terren pas paraqitjeve të qytetarëve vlerësimin e dëmeve. Ai ju bëri thirrje qytetarëve që të paraqesin dëmet e shkaktuara pranë komisioneve komunale. Legalните kushtimat shteta treba da ja prijavат ta shteta kaj komisijite. Sa i përket dëmshpërblimit të qytetarëve që pësuan dëme nga stuhia, komunat dhe institucionet e tyre po formojnë komisione. Qytetarët duhet t'i paraqesin dëmet, komisionet do të bëjnë vlerësimet dhe më pas raportet do t'i dorëzojnë komitetit për vlerësimin e dëmeve dhe qeverisë. Në përputhje me ligjin dhe praktikën, ne do të ndërhyjmë dhe do t'i dëmshpërblim të gjithë qytetarët që kanë raportuar dëmet. Pas stuhisë me erë të fuqishme dhe rreshje shiu që përfshiu vendin më 21 korrik, në numrin e vetëm për raste emergjente 112 u regjistruan mbi 9.000 thirrje nga qytetarët. Në Shkup deri në orën 22 u evidentuan 117 automjete të dëmtuara, 35 qati të dëmtuara, 189 pemë të rrëzuara, 7 semafor të dëmtuar, 5 zjarre dhe 33 persona të lënduar. Në Kumanov u raportuan 9 automjete dhe 3 qati të dëmtuara, ndërsa në Tetov u evidentuan 5 raste prej të cilave 3 dëmtime të automjeteve dhe 2 dëmtime të qative.